është rrëqebulli i Ballkanit, një prej specieve më të rrezikuara në botë, ndërsa kjo video e rrallë është kapur nga kamerat kurth të vendosura në malin e Munellës. Për herë të parë pas disa viteve monitorim, studiuesit kanë arritur të filmojnë sjellje të veçanta të një prej 4 individëve që besohet se jetojnë në zonën malore të Pukës. Këto klithma sipas studiuesve janë thirrja e tij për çiftim. Ndërsa ky është rituali i pastrimit të trupit. Për studiuesit, këto pamje nga kamerat e shoqatës Ruajtja dhe Mbrojtja e Mjedisit Natyror në Shqipëri kanë rëndësi të veçantë për studimin e sjelljes së species së rrezikuar. Në Shqipëri besohet se gjenden rreth 10 individ të species. Rrëqebulli është një lloj plotësisht i mbrojtur me ligj me status i rrezikuar në mënyrë kritike për zhdukje dhe mbrohet nga disa konventa ndërkombëtare, të cilat janë ratifikuar nga Republika e Shqipërisë. Active collaboration of some of you, of the stakeholders. You will see it later. Okay, next. But what makes a management plan for a protected area? It starts always with what do we have. So we simply describe the area, its values, the threats, the problems, who is there, what are they doing, and so on. The next part is for the elaboration of the plan, the most important plan, that is the evaluation. It gives an answer of what quality is it. In our case, when we talk about nature conservation, we have to ask ourselves in which stage is our protected area. Is it in a favorable conservation state? And once we know what we have and of which quality, we can start with defining the objectives. And the question behind the objective is that one. What should be changed in order to improve? That is the most important question in a management plan. That is about the objectives. And then we have to think of how can we achieve those changes or such objectives. And that is the action plan. So we have to think of concrete activities we have to do in the Shydin, sot që është një specialist i mjedisit dhe aktivist nga më të rrallë që ka Shqipëria, Ilir. Disa herë bën aktivitetet me PPE-n edhe është në fokus Munella. Kësaj radhe këtu në Mirdit, cili është ky trajnimi apo workshop, si mund ta quajmë të? Radhe po bëjmë një workshop më të detajuar, domethënë me gjithë palët e interesit, ku kemi pjesëmarrës nga domethënë fermer, nga Federata e Gjuetisë, nga arsimi, ku zgjodhem Bashkinë Mirdit, domethënë duke qenë se edhe Bashkia Mirdit ka një territor më të madh pjesë të Parkut Natyror Munellës dhe një workshop për të prezantuar hapat të mëtejshëm të planit menaxhimit të Munellës. Atë plani i menaxhimit të Munellit, cili është në nevin e vet, domethënë fundamenti, është thjesht rrëqebulli apo është diçka më gjatë? Jo, është duhet një diçka shumë e detajuar, se aktualisht Munella nuk ka një plan menaxhimi, edhe pse shpallur që në vitin 2022 si park natyror dhe pra që të filloj tamam puna konkrete, duhet që parku zona të ketë një plan menaxhimi të detajuar. Atëherë në këtë planin e menaxhimit, domethënë pak a shumë, cilat janë ato që ju usuar, domethënë si po them që nga misioni, vizioni e tjerë, po sidomos to listë prioritetet po i quajmë kështu pak a shumë. Aktualisht janë vlerat natyrore që ka, domethënë që është rrëqebulli kryesor, por që jo vetëm ka shumë vlera natyrore. Gjithashtu edhe rreziqet që shkaktojnë, domethënë, si dhe masat që do bëjmë për ta mbrojtur. Duke qenë se kemi sipërfaqe shumë të madhe të dëmtuar, pra hapat e mëtejshëm që do bëhet për t'i mbrojtur, për t'i restauruar këtë sipërfaqe. Ku konsiston dëmtimi, ku është më i theksuar, në cila? Një pjesë e konsiderueshme sipërfaqe pyjore janë të dëmtuara. Nga zjarret? Nga zjarret, nga prerët e palishme. Nga prerët e palishme e tjerë më radhë. Shiko, shpeshherë ka një shqetësim te blegtor. Domethënë se thonë kështu që tani a do të lejohen që të vazhdojnë të mbashtrojnë baktin, sepse Munella është tipike e njohur për mbashtrimin e baktive. Kjo është një pra ata kanë trashëguar me nuk ka ndodhur kur që të ketë pengesa, domethënë, por që edhe ata do të
t'jenë harmoni me natyrën, me mjedisin, që të edhe të bashkëpunojmë, domethënë për ta mbrojtur kryesisht, pra për zjarret, sidomos gjatë sinës verës, sepse këto janë kullota verore dhe kryesisht gjatë sinës verës e kanë përdorur. Nuk është që janë penguar asnjëherë për Shiko, mua më thënë drejt, më pëlqejnë shumë projektet konkrete, projekte që lënë shenjë janë zbatuar shumë me radhë. Fjala vjen një nga projektet më të mira ka qenë për luftën ndaj përgjithësisë nga Marina Graf. Sidomos në zonën nga Gurspashi, gjithë pjesa pasaj që fillon Munella dhe duket se ka një rigjenerim të asaj zone tani. A ka rrezik përgjithësisë për gjithë parkun natyror të Munellës? Në fakt unë edhe duke qenë se i fushës nuk e shoh një rrezik aq të madh për gjësënarën, duke qenë se ajo ciklin e vetë ka, domethënë njerë 5-7 vite dhe duke që ajo prek kryesisht pyet artificial në fakt e pishe zezë dhe në pyet natyral në Munellë nuk është e kam hasur shumë si problem. Domethënë nuk mund ta quaj problematik madhe për gjësënarën se sa prerjet ose zjarret. Këto kohë Munella po vizitohet nga turistët? Sepse unë me thënë drejtën disa kohë pa ta pa ti u ke prirë shpeshherë në përshtigje turistike me radhë, por nuk është se më kanë zënë sytë më gjatë asaj kohë. Jo, duke qenë janë shumë, domethënë promovimi, infrastruktura, mbase do të ketë një, po ne aktualisht kemi filluar, biles kemi edhe vendosur shenjat sinjalistikën e parë që nga akset kryesore, domethënë duke i orientuar turistët, pasi nuk ka patur një orientim mirëfillt ku ka hyrë ky park, domethënë. Që aty, domethënë. Mendon që do të ketë implementime apo nuk është fut në atë që quhet harta unazore e portës të Alpeve dhe Munella? Se di, nuk e kam. Nuk e ke parasysh, sepse realisht porta e Alpeve e prezantojnë shpesh vetëm të bjeshtë sipër nga Alpet, domethënë. Por edhe bjeshkët e saj zone pothuajse në këtë lloj perimetri janë. Por që në fakt Munella përdoret, unë kam parë kryesisht turistë të aventurierë që vinë, domethënë camping është shumë e preferuar. Okej, mirë Ilir, unë të falenderoj shumë edhe ndonjëherë do vim të bëjmë në shteg edhe së bashku. Edhe kështu që jam gati vazhdimisht që edhe të promovoj Munellën edhe gjithë aksionin tuaj që keni, më pëlqen shumë ky lloj aktivizmi. Faleminderit që keni zgjedhur mirë ditën me PPE në kësaj radhe.